dëgjova sa po isha në një emision tjetër ke Euronewsi dhe pikërisht një nga temat që diskutuam sot lidhej se sa ne e mbajmë fëmijën brenda vetes dhe se sa ne jemi të aftë të menaxhojmë situatat dhe të vështira dhe erdhi si rezultati një video e virale që u bë jo më larg se sa sot në një qasje për një nga presidentët më të rëndësishëm që është Macroni dhe shoqja e tij. Dhe aty bëm një diskutim psikosocial në rrafshin njerëzor. Okej, atëherë që të lidhemi me temën tonë, si ndikon, çfarë impakti ka fëmijëria tek raporti me veten pastaj kur të rritemi, si e sheti këtë? Unë kam ndjekur me shumë vëmendje emisionin tuaj dhe hera herës më kanë pëlqyer të gjitha qasjet që ju i bëni kur merrni ato episodet e vogla dhe i drejtoheni për të treguar një ngjarje dhe për të nxjerrë një deduksion. Që do të thotë, në fund të ditës, objekti kryesor i njeriut është qenia njerëzore dhe një nga kryeveprat që bën njeriu është sjellja e fëmijëve në jetë. Kjo është e sigurt, po është origjinale, pra asgjë nuk kopjojmë në momentin kur sjellim fëmijën në jetë, për arsye se jemi në krijimin ton origjinal dhe universal dhe ky është ajo që quhet dedikimi kryesor i jetës dhe zhvillimi i shoqërisë. Duke parë në këtë cikël, pa dashur të bëj leksion, po duke treguar ca raste konkrete, neve rritemi dhe bashkë me maturimin ton edhe prindrit tanë rritet. Do të thotë, nëse ne bëjmë shumë shkollëra, shkollën për prindërim nuk kemi. Dhe modelet dhe mënyrën se si i edukojmë dhe i formojmë fëmijët i marrim ose nga tradita, ose nga prindrit tanë, ose nga kultura, apo nga situata të ndryshme. Unë jam e bindur që ju të gjithë e keni parë në Kosovë dhe ju Resul specifikisht filmin që bëri shumë buj në Itali që u quajt Adoleshenti. Dhe pikërisht ishte një ngjarje që tregoi të gjitha krizat e identitetit të një fëmije i cili ishte në moshën 13 vjeçare dhe kaloi në nivelin më të lartë ai sa vrau shoqen e tij për arsye sepse ishte i refuzuar. Problemi i parë i traumës njerëzore sociale fillon atëherë kur ne krahasojmë fëmijët dhe i vëmë krahasimisht o me njëri tjetrin, o me moshatarët e tyre, ose me të afërmit dhe themi ti nuk je aq zoti sa është ai. Momenti i dytë shumë i rëndësishëm është që ne vendosim rregulla, por harojmë që krahasimisht me rregullat ata rriten bashkë me ne, duke luajtur në një mjedis të gëzuar dhe para disa ditësh kam parë një video jashtëzakonisht shumë të bukur që i kam shfrytzuar edhe për studentët e psikologjisë në një nga leksionet. I drejtohet vajza babait, se babai thot, vajzë dashur, neve jemi në një shtëpi dhe ti nuk je më e madhe se sa ajo ishte në moshën 6 vjeçare. Ti tha, duhet të vendosësh qa rregulla, shtëpia nuk është vendi i çrregullave. Vajza kthehet dhe i thot, unë e di baba thot që shtëpia është vendi i rregullave, po nganjëherë njerëzit duhet të jenë të vërtet në shtëpi dhe mund të ndodhin thot që të ketë edhe